Përshëndetje Shqipe. Ja ku jemi përsëri me një video pas një muaj dhe do të fillojmë përsëri me video të shpeshta. Do ju thoya përsëri, bëni subscribe, bëni like, sepse sot do të lozim një lojë që është shumë e luajtur dhe e ka emrin Grow a Garden. Kështu që do fillojmë, do e lozim lojën dhe t'ju them të drejtën, kam bërë shumë lek në Grow Garden. Dhe thjesht do me thënë Garden e kam të mirë, me pak fjalë, nuk është se jam një fillestar të këloja, kështu që le të fillojmë. Okej? Si që shikoni Shqipe, ky është Gardeni. Vërtet, unë do kisha qef ta filloja me kështu, do me thënë se me 0 lek, por nuk e fillova dot se nuk më vajti mendja të bëja video, se nuk e dija që kjo loja do vente kaq e famshme si lojë, por vendosa të bëj një video me nëse ju pëlqen, komentoni, bëni pjesën 2, bëni like, bëni dhe subscribe sepse u rikthehem përsëri dhe tani do mundohemi me vërtet që do bëjmë video shpesh. Kështu që ky është Gardeni im. Akauntin e kam suho 12014 për shkak sepse tek akaunti që kisha i Roblox, në qoftë e dini, më shbër ban dhe nuk e hapa dot më, pastaj jo harova passwordin, kështu dhe hapa një akaunt të pa diskutime, le të fillojmë direkt të lozim lojën. Okej? Si fillojmë doja të tregoja petet e mi. Më falë për nësë që e korti që hapë pak, por okej, këto ishin, do me thënë, ja, Silver Monkey, Kërmili, që është shumë i rallë okej, lutuni zotit që të më bjeri diçka e mirë, dhe gjithashtu kush do fruta që është fillestar të kjo lojë, të më shuaj në koment dhe të më bëj friend në Roblox dhe do jap unë shumë fruta. Gjithashtu dhe kafsh. Po më ra këtu nga njërë që nuk është se më duhet dhe jap ati. Kështu që ai që kërkon, ai që është fillestar, do lozim 2 loja në këtë video. Si fillim po lozim pak Grow Garden dhe më ra okej, nuk e di është i mirë apo jo, se vërtet e loz, po nuk është se merrem shumë. Por po e mbaj. Karot, okej, karota. Nga një duhet të më bjerë kjo ember lili. Install e kam, kakao e kam, peper e kam, mushroom kam bler, grape kam, mango seed kam, dragon fruit shui kam. Kaktus e kam një qurë për shkak sepse nuk është se më pëlqen dhe diçka do bëj unë tani. Kam honey bean, okej, do heqim taurin, do bëjmë për basic spinkerat, duhet të potrinken dhe do bëjmë recall sepse këto na duhen shumë, sepse shumë nga këtu që jam Garden. Fap. Kështu që giri është i mirë. Le të shikojmë pas në animat avjo. Kush do fruta dhe një herë të më shkruaj në komente, të bëj një like, të bëj dhe një subscribe. Okej, bledim një watering can dhe do bledim gjithë fruta dhe do shikojmë se sa lek do bëj. Fillojmë me moon melon. Disa herë kam bërë një si glitch të moon melonin që vë master slinker, vë shumë gjëra dhe do me thënë bërë shumë lek. Kështu që lucky dupe më kam 2 do me thënë ato tani, moon melon, ku ta shoj do me thënë do të ngele dhe një. Kështu me mirë është kjo, se ja. Me nderin të gjitha, ne si në garden. Ju thoja më ka rënë dhe sunflower që është një nga bimet më të mirë. Okej, GG. Erdi direkt ajo që doja. Nata. Wait, what?
natë për Grow Garden? Që shumë kopa? Qëfar? Mos po do vi prap eventi Moonlight. Qoftë se vinë do jem shumë i gëzuar. Por vetë nuk e kam vërë re natën. Që është? Ati ka da një mythical egg. Kush do fruta, si që thash? Fruit in the garden. What? Ska dalë për Moonlight? Okej. Do të sa dalë nga e, po më qenë Moonlight. Dragon fruit. Në mundem që t'i bëj sot një video. Do t'i bëj. Okej. Bisbal. Na falni që nuk kam hedhur video pak se dhe shkolla dhe mundesh ato të video, por tani do mundohem të ka më shumë video dhe me shumë lojra të ndryshme. Shumë hera më komentoni se çfarë lojë do e pësos, po ju shikoni video dhe kesh të komentoni. Nuk e të të video, por nuk ka problem, e në dhe përsëri me video. Video në FIFA, dhe isha shumë i lezë në qatë dhe ishte euro 24 që të bëja nërshje Shqipëri Serbi. Shkak të stokut, pastaj që nuk del në stok. Kështu që tani do shikojmë se sa lek do na bëj. I want to sell my inventory. 7 milion lek. 721 milion lek i bërëm. Kështu që si ta them Grow Garden nuk është se do loze shumë për shkak sepse tani që e kam gati thjesht nuk kam se çfarë të bëj, por po e them prap kushdo Zero i katër. Suho e vura nga një film që pash se nuk bia se çfarë për t'ja vënë.
inventori. Show me the gear shop. Vjemi gear shop. Njerë kishte dalë friendship poti dhe bleva atëre. Kështu që nuk është në një garden që bërë shumë lehtë, shumë, por duket garden në me thënë një madh i bukur shumë. Grow Garden, për mendimin tim është një lojë e bukur, ama ku bën shumë gjëra, për shembull dhe i ke lekët, se unë për shembull i kam lekët tani. Nuk është se vetëm të dela bëj të shtunen ditë për ditë, futur një Grow Garden, kush luan Grow Garden, sepse ju bën, domethënë ju bëj fruta shumë të mira. Ishte shumë fare. Kështu që unë tani po futem në një lojë që më mësoi një shok, me thënë drejtën, më tha që është një lojë është shumë e bukur dhe për këtë lojën kush më ka ndihmuar më së shumti, doja të falenderoja dy persona për Climb and Jump. Doja të falenderoja të parin Teo JR21. Teo JR21 ka qenë ai që ma e tha, shoku im, ky është vërtet shoku im, që më tha lojën dhe më ka ndihmuar shumë që në fillim, domethënë, me lojën më dha shumë kafshë, më dha shumë. Besoj se këtë lojën e njihni për shkak sepse ka lozë youtubera më të famshëm e ndisë. Shumë besoj se e njihni si lojë. Dhe tjetër më ka ndihmuar Real Man 1156. Real Man 1156 jo vetëm mua më ndihmoi, por ndihmoi edhe shumë na shokët e mi. Dha 2 pets, por që është shumë fare të mirë për aty ku ishim ne dhe nga ato pets ne u bëm, domethënë u bëm shumë të pasur. Kështu që të gjithë bëjni friends, Real Man 1156 dhe Teo Junior 21 në qoftë se doni fruta falas, kush është i ri në këtë lojë dhe nuk ka asgjë. Plus tani më komentoni dhe mua kush do fruta falas, sepse dhe unë jam, domethënë, si ta them, jam bërë shumë i mirë te kjo loja. Kështu që na falni për shkak në screen recording sepse dela ajo shenja aty. Për shkak sepse mora një telefon tjetër, ja që mu thye dhe thjesht domethënë ajo nuk e kishte screen recording. Nuk është se Samsung është i 2024, po thjesht nuk e kishte screen recording, nuk e di pse dhe thjesht kam skarkuar një atë XX recorder. Kështu që shikoni se sa le kam. 50.4 GG. Juve as nuk do e kuptoni se çfarë janë GG, po këto janë lekë, domethënë shumë fare lekë. Të bardha, jo këtë të verdit. Këto ai djali, Real Man 11 se i kishte, na i dha këto dhe na bëri domethënë nga shumë fare pak lekë që kishim ne, na bëri të pasur, por kur them të pasur, shumë fare të pasur, domethënë dhe thjesht të gjithë si shok, domethënë se unë loz me shokët zakonisht kur loz Roblox, loz me shokët. Kështu që pet kam për momentin 41 pet. Kush do pet që bëjnë kaq lekë, se këto për shembull mund të duken kështu që, do thoni ju ç'është q'ja. Janë shumë fare të shtrenjta, kështu që kush është fillestar të më komentoj dhe do ja jap direkt, të më bëj friend dhe do ja jap direkt. Kështu që Paris, France, New York. Neve ngelëm në Shanghai dhe nuk po e bënim dot. Erdhi ai djali, na dha ato fruta dhe e bërëm direkt sepse blevëm wings. Thjesht si shkoni u fut Teo JR21. Biles ja të shkruaj. Ja i shkruaj ta, ore Teo po bëj video se kështu i flasim. Kështu që dhe ai ka një kanal YouTube, besoj se e njihni edhe atë, se kush më njeh mua, besoj se e njeh edhe atë. Dhe bëjni subscribe dhe ati, sepse është ai një YouTuber shumë i mirë, ka 100 subscribes apo 100 subscribes. Dhe mos sa zgjasim shumë hllafe, tani shikoni se sa mapa më ka ndihmuar ai djali të bëj dhe plus mund të bëj akoma vetëm se s'kam kupa.
do hap mapën e fundit. Nëse doni bëj pjesën e dytë të kësaj lojës. Nëse doni, nëse s'doni, më shkruani në komente vetëm po di komente. Shumë tani po i provoj mapat me radhë. Shkoj, mapi parë, sa shpejt. 2, ai një gati. 3, pap. Shko sa shpejt gjitet. Dhe shiko se sa lek, ato DD janë shumë fare lek për të mapën. Po thjesht në ato 2 kafshët. Plus edhe në ato që kam marrë vetë, po në ato 2 që kam ndihmuar ai djali. Jam bërë shumë i pasur me pak fjalë, ti loja. Edhe krahët kam gjëna më të mira, si krah, please dead, thot. E di qa, po e ndihmoj këtë. Që shikoni që unë jam sëmër mirë, okej, prit. Please pet, po duhet të qoj friends unë ti. Si kishte emrin? Okej, i qova friends. Ja dhe shkëm do e pranoj apo jo. Okej. E pranoj dhe tani ai djali nuk e di që unë do i bëj. Join the game to send gift to a new friend. Aha. Dhe ti bëj join. Nuk e di. Hadi një tjetër, po ja jap se tani nuk duhet të në loja. Kështë që pa si me bëjmë direkt. Si stet shpej të kapë. Nga po më vjen, po nuk ashtë dot. Shu që ekim të vota 2. Si që thash, kush do pet që të pet direkt i pasur, më shkruani sepse do ju jap direkt. Okej, shiko sa shpejt që ngjitemi do me thënë. Thjesht. është vetëm fati që ai djali më dha këto 2 fruta sepse unë nuk kisha shumë i mirë do me thënë. Po do me thënë doja të tregoja qikë se sa shpejt që eci me këto kratë në këto mapa. Që kush do kratë të mira, thjesht të më komentoj dhe do jap pet, do bëj lek shumë fare lek dhe pastaj direkt blen në kratë më të mira. Kësaj lojës dhe i bën do me thënë shumë shpejt. Nuk e di ka pëlqime kjo loja shumë apo jo, por nëse ka pëlqime të më shkruaj. Tani do hapi 5 pakull dhe kjo video do mbyllet këtu. Dhe okej, të një qitin dhe këtë të shkoni, shiko sa shpejt gjitet. Që është mapa e para fundi dhe vetëm në këto 2 pet që janë rare. Sikur të ishim shembull special këtë, disa lek që bëje, nuk kishte shansi ta kalonte. Thjesht okej, ja dhe shoku im tu ka valur për shkak të atyre 2 petve ja. Dhe ai kishte 2 pet të njëjta, kështu që po hap 5 pakull, të zoti kemi fat me që jemi në video. Dhe shkojmë pakon e parë, legendary, GG. Okej, shkojmë pakon e dytë, rare. Rare e kam bërë autodelete sepse nuk dua më rare. Ama, kush më kërkon pet nga këto, më thuaj t'ja u hap hegun dhe t'ja u jap. Kështu që 3 cop, edhe 2 cop. 2 cop. Okej. Fundit. Okej, nuk kishim fat sot. Do me thënë, shumë fat normal që kishim nga këto pecat, por thjesht nuk kishim fat për të na qelluar peti më i mirë te kjo loja. Dhe si shkoni 140 kg bën kjo. GG kush çfarë lekësh janë GG sepse nuk i di. Kështu që kjo ishte videoa, shpresoj të ketë pëlqyer, mos harroni të bëni like, subscribe dhe comment për më shumë video. Bye bye.